vetëm dhe qytetarët e mi të dashur, gëzuar festën e Kurban Bayramit, një ditë e begatë për të gjithë. Zoti sjellët në familjet e tyre qetësi shpirtërore, begati dhe mirësi. Gëzuar festën e Kurban Bayramit. Për lutër kur u lutët për Palestinën, ishte një moment. Mos më ngacmo, përsëri do preken. Janë pamje, janë sekuenca, janë video që thyej në zemrën e çdo burri. Nuk ka për ne besimtarë muslimanë është një ditë më të bukura, e Kurban Bayramit, festohet, dhurohet, jep ka që juroj besimtarë muslimanë dhe jo atyre që nuk janë muslimanë gëzuar, dhe sot do të jetë një ditë e bukur për gjithë, mbarësi në çdo familje shqiptare dhe jo vetëm, na gjetë mirë dhe të lumtur siç çohet në mëngjeset e Bayrameve. Kështu që uroj të gjithëve mbarësi të kenë në çdo familje. Kemi thënë.